për asnjë gjë që nga 2013, sepse Edi Rama ka investuar shumë për të shkatruar pozitin. Por e ka përdorur në momentin që e keni bojkotuar. Pra në momentet që nëse ndalen tek reforma territoriale ka përdorur që ata nuk erdhën. Ka qenë gabim. Po don të shmang opozita. Ka qenë gabim fatal në 2015 bojkoti. Nuk s'kam qenë kur për bojkot, sepse bojkoti nuk të çon nga sekonde. Bojkoti është një rrugë e verbër që i jep pushtetin absolut atij që ka majorancën qeverisë, atij që ka numrat në parlament. Profesor, përmendet protestën dhe cituat disa mënyra të tjera, pra jetëgjatësinë e protestës, me disa ditë, me disa orë, mbase edhe më tepër, por përmendet edhe blokime rrugësh, portesh, aeroportesh. Këto që përmendet janë duhet paralizuar. Po diskutohen në PD të tilla. Unë nuk kam pjesë e komisionit organizativ, natyrisht ne takohemi, bisedojmë edhe me doktor Berishën dhe me kolegë tjerë. Për mendimet e mia, pastaj është një grup tjetër që harton strategji. Për mendimin tuaj, ky bllokim apo kjo formë tjetër protestesh do të ishte më tepër efektive? Absolutisht pa diskutim. Unë jam nuk jam sot, ka vite, i kam parashtruar në Këshill Kombëtar, vite përpara. Unë jam për një bllokim total, në mënyrë që ky të largohet nga pushteti, sepse duke qenë i zhytur në krim korrupsion, ky nuk është më i lirë për të marrë vendime, sepse e komandon mafia, komandon grupet kriminale, kjo dihet. Është në të gjitha raportet ndërkombëtare. Kështu që një qeverisje ikën kur i rrëshqet tokën në këmbë. Dhe me protesta që shkojmë rrim 2-3 orë, 3-4 orë, natyrisht 2-3 protestat e fundit kanë qenë më të mirë organizuar, ka pasur edhe pjesëmarrje më masive, pra kemi një ndërgjegjësim të qytetarëve shqiptarë, dhe unë shpresoj që do të kemi rritje pra eksponenciale të pjesëmarrësve, por edhe të formave të larmishme të protestës. Zoti Bibere, dëgjova ditën e sot me zotin Rama në podcastin e tij flasim, pat një fjalor, siç zoti Rama gjithmonë e përdor her pas here kur nuk është i qetë ndaj opozitës, ndaj kryetarit të saj, ndaj protestuesve, po i nxjerrni keq në sytë e botës, Shqipërinë, kjo që po bën opozita, po na dëmton në faktorin ndërkombëtar, i shqetësuar për mediat. Vërtet opozita apo dëmton Shqipërinë faktorin nuk e ndjek sytë e botës? Se ka vdekur ndonjëherë Edi Rama, sepse e di fjalorin e tij, e di me sa fjalë. Më duk interesante për një kryeminist që të gjithë grupet parlamentare ka në burg. E kanë grup, qeverinë e kanë grup, grupin parlamentar kanë burg, nuk ka parti. Atë janë i tuf delësh që kullosin ato që i hull pushteti Edi Ramës. Nuk ka protest në planet që e nxjerr keq një vend. Vendin nuk e nxjerr keq protesta. Vendin e nxjerr keq një kryeministër, një president, një qeverisje, një majorancë totalisht e dështuar. Protesta kemi pas edhe në Serbi. Serbia nuk ka marrë kosto nga protestat. Serbia ka marrë kosto nga siamezi Edi Ramës, si është Aleksandar Vučići me gjithë grupet kriminale. Njëjta histori është edhe në Serbi. Protestat janë një akt civil, janë një akt qytetar, dhe patjetër është një revolt. Qytetarët si nuk mund të protestojnë kur miliardat, jo të lekëve, po të euro vidhen në mënyrën më të pa cip, më të pa skrupull. Po të shikosh sot të gjitha rrugën, mbi kalimet, në kani tunelet, gjitha janë jashtë funksionit. Ndërkohë që janë shpenzuar shumë të jashtëzakonshme, me çmimet më të larta në planet sigurt për kilometër. Që protesta është e drejtë legjitime. Protesta duhet të jenë absolutisht duhet të jenë më të ashpra, dhe protesta duhet të kenë një synim më konkret. Jo thjesht të dalim të bëjmë disa fjalime, të bëjmë atë përleshjen, po themi, tek kryeministria ose te parlamenti, dhe të shkojmë në shtëpi. Jo, protesta është të mos kthehesh në shtëpi. Sepse patjetër kjo do ketë edhe efekt sepse do të vinë qytetarë të tjerë. Se në fundit qeverisja i ka futur dorën në xhep çdo qytetari shqiptar. Po vjedh çdo qytetar shqiptar, si ata që janë punë, si ata që janë pension. Bibere, është sfidë më vete kjo? Pa diskutim. Që ndrosh aty duen njerëz dita ditës se zbe fuqin. Duke parë dhe situatën që zoti Rama po i merr gjithë një nga një. Jo, nuk është se po i merr gjithë, po i merr disa. Ata nuk janë më pjesë e jona, fatkeqësisht, pavarësisht kontributit që kanë pasur në Partinë Demokratike, po Partia Demokratike është institucion. Është parti e madhe që ka elektorat, ka leadership, ka intelektual, ka patjetër, ka Bibere, nuk po me probabilitet po themi ka gjysmën e popullsisë, nuk po hym ka më shumë më pak se sa e majta, por gjysma e djathtë, gjysma e majtë, kështu që në një farë mënyrë me gjysma e popullsisë. Zoti Rama e quan Partinë Demokratike një parti të vdekur.